që është postuar gjithashtu në mëngjes edhe në këtë ditë si javën e kaluar miq të dashur për seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar. Lutem pamit, ndërkohë fjala për ju zoti Hoxha. Po t'i kthehemi momenteve të fillimit të formulimit të reformës në drejtësi, kujtoj në atë kohë që synimi i pjesës socialiste, në atë kohë ka qenë ministër Sajmir Tahiri, ishte që byroja kombëtare e hetimit të ishte në varësinë e ministrit të brendshëm. Dhe kjo gjë nuk u pranua nga pjesa tjetër e klasës politike. Dhe u vendos përfundimisht që modeli të ishte një prokurori e posaçme, si vijim i prokurorisë së krimeve të rënda, e pajisur tashmë me një forcë policore tërësisht në varësinë e saj, pra byroja kombëtare e hetimit. Kjo pjesë e reformës në drejtësi është e vetmja pjesë e saktë e saj. Pjesët e tjera janë një inxhinieri organizative me probleme të thella strukturore që po na shfaqen dhe sot. Bijuar këtu pastaj me mënyrën e zbatimit, në atë mënyrë që u zbatua nga viti 2017 e në vijim, ne na ka çuar në një gjendje të sistemit të drejtësisë që është katastrofale. Katastrofale kur shohim sot që numri i dosjeve është shumë fishuar në pritje të gjykimit dhe koha mesatare e trajtimit të një çështje është shumë fishuar gjithashtu, ndërkohë që gjyqtarët aktual dhe prokurorët njëkohësisht kanë punuar në mbi ngarkesë. Kur punohet në mbi ngarkesë nuk mund të ketë cilësi edhe sikur të jenë njerëzit po aq të ndershëm saç mund të kenë qenë apo të pandershëm. Çdo të thotë cilësi në rënje në drejtësi, baras pa drejtësi, siç në shëndetësi, cilësi në rënje është baras sëmundje dhe vdekje, në drejtësi, rënja e cilësisë është pa drejtësi. Shto këtu dhe çmimin e shtuar korruptiv për të fituar të drejtën apo për të fituar kohën e humbur në drejtësi. Pra situata në drejtësi është katastrofale. Brenda kësaj situate katastrofale të drejtësisë, kemi një segment që është prokuria e posaçme, gjykata e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit, të cilat të mirë pajisur me fonde shumë më shumë se sa gjykata e krimeve të rënda, të pajisur me një forcë policore hetimore në shërbim total dhe jo në mbarsinë e drejt për drejt të ministrit të brendshëm, ndryshon në një farë mënyre si performancë nga pjesa tjetër e drejtësisë, por edhe kjo pjesë e drejtësisë që kur u formsua në zbatim e sipër, u formsua si një strukturë me një influencë të fortë dy fishe, nga një anë nga qeveria dhe nga ana tjetër nga ndërkombëtarët. Performanca e SPAK-ut dhe e gjykatës së krimeve kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka qenë në varësi të raporteve mes dy, si thua, bashkëpronarëve në thonjza, pra qeverisë dhe ndërkombëtarëve. Në kohën kur ndërkombëtarët, veçanërisht politika zyrtare e asaj kohe Shtetet e Bashkuara, nga 2021 veçanërisht dhe deri në zgjedhjet atje të 2024-s, nuk linte ditë pa lavduar qeverin Rama dhe kryeministrin Rama dhe nuk linte ditë pa goditur opozitën, veçanërisht Partinë Demokratike. Kishte pra një marrëdhënie shumë harmonike mes dy bashkëpronarëve dhe orientimi i veprimtarisë së SPAK-ut ishte qartësisht. Domethënë që ka SPAK-u se aeroporti i Vlorës. Problemi është kush ka 2%. Përqindjet nuk di të them, janë të konsiderueshme, por ka qenë një marrëdhënie harmonike mes dy bashkëpronarëve dhe SPAK-u është përdorur për të goditur fortësisht opozitën, siç ishte rasti i zotit Berisha, rasti i zotit Meta, rasti i zotit Mediu dhe jo vetëm ta. Ose heshtja për çdo dosje të qeverisë nga zgjedhjet ke milionat. Po. Unë kam kur thoshte, kur përdorsi si kundër argument që SPAK-u është i pavarur sepse po godet dhe nga krahët e qeverisë, unë kam arsyetuar në këtë mënyrë që duke goditur opozitën, SPAK-u i shërben forcimit
të pushtetit të Ramës si një i zgjedhur nga ndërkombëtarët për arsye gjeopolitike për të qeverisur këtë pjesë të vogël të botës. Dhe nga ana tjetër, një pushtet gjithnjë më i fuqishëm ka nevojë të lustrohet, të zbukurohet. Dhe atëherë SPAK-u është përdorur edhe për të ndëshkuar ose ndokënd që me të vërtet ka ngrënë ndonjë mollë dardh pa dijenin e kryeministit, ose ndokënd që kishte bërë kaq zullum sa nuk mund t'i shpëtonte dot ndëshkimit, ose ndokujt që para kohe po hidh të po ngritë krye me pretendime të rrezikshme apo të parakoshme pushteti. Dhe pra këto raste që vijnë nga majoranca nuk kanë shërbyer për gjë tjetër, vetëm se për ta lustruar dhe zbukuruar pushtetin gjithnjë në rritje të Ramës. Gjërat kanë ndryshuar nga fillimi i 2025-s e deri më sot. Raportet mes Ramës dhe ndërkombëtarëve nuk janë ato që kanë qenë. Raportet e opozitës me ndërkombëtarët nuk janë ato që kanë qenë, dhe këto reflektohen në një farë mase, edhe në një vëmëtarie të SPAK-ut, por gjithsesi SPAK-u është në një dilemë. Nga një anë pati shenja se e sulmoi regjimin kur u mor me rastin Balluku, dhe nga ana tjetër duke se u tulat nga kundërpërgjigja që i dha kryeministri duke mos ja pranuar atë kërkesën për arrest në parlament. Dhe tashmë kemi një SPAK i cili po shfaqet më shumë i drejtur dhe i vetë përmbajtur se sa një SPAK i cili në muajt e parë të këtij viti shfaqi një lloj tendence më asertive në raport me qeverinë. Se si do shkojë SPAK-u nuk e dim. Nga ana tjetër ne kemi një protestë e cila e ka nisur me një pritshmëri të lartë pozitive ndaj SPAK-ut, por po shoh që dita ditës dhe ata po shfaqin shenja zhgënjimi dhe po e shprehin këtë dhe në fjalimet e tyre. Ka humbje durimi mendoni edhe me SPAK-ut nga sheshi.